doing announcements also in English. It's such a great joy for us to be able to gather together and to join one another in praising our God. As always, we would like to welcome anyone that is here for the first time. Si gjithmonë do domin të mirëprisim kudo që mund të ketë ardhur këtu për herë të parë. Dhe pas shumë kohësh, ne kemi Adriele. After a long time, Adriele is here with us. And he also has brought his colleague with him, Valentin. Atë që gjithashtu ka ftuar dhe kolegun e tij, ka ardhur nga Butani për të na vizituar. Është shumë kënaqësi që mund të jenë këtu me ne. Welcome. It's a joy for us to be here together. Le të garantojmë që pas shërbesave të mund ta mirëpresim më së miri. Tani do të kalojmë tek lajmërimet. Now we will move on to the announcements. Nuk është se kemi shumë lajmërime të reja, janë dy pika në afërfundit të cilat janë më ndryshe nga të zakonshmet. We don't have any new announcements. There are 2 points in the end of the announcements that are a good reminder for us. Ju kujtojmë për të mbajtur njëri tjetrin në lutje dhe për të pashpëtuar në shtëpit punët apo lagjet tona. Dhe është gjëja më e rëndësishme në fakt për secilin prej nesh dhe për çdo që ne njohim, është pikërisht të njoh Krishtin, është pikërisht të njoh shpëtimtarin. We remind each and every one of us and to pray for one another, to pray for those that are not saved in our homes, in our jobs, in our neighborhoods, and everywhere where we have an impact. And it's the most important thing for everyone is to know exactly Christ, the one that has saved their lives. So let's see everyone under that light. Pra le të shikojmë njëri tjetrin dhe të gjithë nën këtë dritë. Ju kujtojmë për takimet e grupeve të vogla, të cilat vazhdojnë sipas orarit të grupeve. I remind you of the small group meetings that we have in the middle of the week. E mërkura e kësaj jave që vjen, sepse është e mërkura e parë e muajit, do të jetë një takim lutje i madh për gjithë kishën këtu në kish, në këtë ambient. Në orën 6:30. Only for this first Wednesday of every month, as we always do, it will be a prayer meeting here at church at 6:30. So all of us together, so there will not be small groups, but we will all gather here for prayer. Bëjmë thirrje për të gjithë ata që mund të ndihmojnë në shërbesa të ndryshme. Faleminderit atyre që kanë treguar tashmë interese si mund të shërbejnë, që janë përfshirë në mënyra të ndryshme për të shërbyer dhe është një bekim shumë i madh që ne të mund të shërbejmë së bashku njëri me tjetrin. This is a call to everyone that can help and can get involved in different ministries in the church. It's a great joy for us to be able to serve together, and we're thankful to those that have already shown interest in how to get involved and how to serve with one another. Ju kujtoj që javën që vjen, më datë 6 prill, kemi darkën e Zotit dhe drekën e përbashkët pas shërbese dhe sipas zakonit, dhe sot gjithashtu do të kemi edhe një dëshmi të ndarë nga një antar i kishës. Next week we will have the Lord's Supper, and after that it will be followed by a lunch all together. And as it has become now our tradition, we will also hear a testimony from a member of the church. Në lidhje me dishepullizimin, ne duam që gjithë kisha të mund të përfshihet. So regarding discipleship, we want the whole church to be involved. Janë dy mënyra se si ju mund të shënoni emrat tuaj. Një është me anë të këtij linku që mund ta skanoni dhe do t'ju dalë ky formular për ta plotësuar. E dyta është besoj një listë që duhet të qarkulloj në mesin tuaj, nëse preferoni më mirë që të shkruani me dorë, ta keni një mundësi që ju mund të përfshiheni. Regarding discipleship, this is something that we are aiming more and more as a church to be more intentional about and to get involved. You can scan the code here and this form will should show up. Or if you prefer more the traditional way of writing down your name and choosing how you want to be involved, you can also do that. I'm sure a form will be circulating near you. Okay, këto ishin lajmërimet për sot. Ne do të kalojmë tek leximi i shkrimit tek Filipianëve kapitulli 2 vargjet 1 deri në 11. So this was the
announcements. These were the announcements. Now we will move to scripture, and we will be reading from Philippians chapter 2, verses 1 through 11. I will be reading in English, if you could please follow with your Bibles. I will be reading in Albanian, if you could please follow with your Bibles in English, and then we will pray. Pra, në qoftë se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjim edhe mshuri, atëherë bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me për ulësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezus Krishtin, i cili, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabartë me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja jashtme po si njeri, e përuli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Prandaj edhe Perëndia lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave qiellore, toksore dhe nën-toksore, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezus Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë atë. Faleminderit, kjo ishte fjala për sot. Ju mund të uleni, tashmë do të lutemi. Ati dashur Perëndi, Zot, çfarë ngushëllimi i jashtëzakonshëm është atë për të ditur në fakt, Zot, se Ti je Perëndia i gjallë dhe i vetëm. Ti je Perëndia që ishe që nga fillimi, që do të jesh deri në fund dhe deri në mbarim të kësaj bote e më tej, o Zot. Perëndi, Ti na ke krijuar për të lavdëruar Ty dhe për të të adhuruar Ty, pikërisht o atë për këtë që çdo gjuhë të thojë që Ti je Zot dhe Ti mbretëron, dhe që çdo gjuhë të bjerë përpara Teje. E Zot, ne në rebelimin ton, faktat shkuam kundër Teje, shkuam larg Teje, menduam se mund të gjeni më mirë, se mund të ishim më mirë, mund të ishim më të mençur pa Ty. E Zot, përsëri o Ti nuk na le në mëkatin ton, nuk na le në budallikun ton, Ti nuk na le, o Perëndi, në një gjendje të mjerë të mëkatit. Por Zot, Ti na bashkove sërish me veten tënde, duke u ofruar Ti vetë si flijim për mëkatet tona, duke na marrë përsipër të gjithë barrën e fajit ton, dhe duke garantuar Perëndi që një herë për gjithmonë të mund të kemi një rrugë tek Ti. O atë sa e mrekullueshme është dashuria jote, sa e pamatë, o Perëndi, është drejtësia jote, e sërish, o Zot, Ti na konsideron. Ti konsideron krijesën tënde, që në fakt çfarë jemi, Perëndi, si ai javulli që sot jemi, nesër s'jemi. E Perëndi, Ti sërish na deshe. Zot, na fal mëkatin ton, na fal mendjet tona të cilat vazhdojnë ende, edhe pse dim të vërtetën vazhdojmë të endemi, o Perëndi, duke kërkuar përmbushje diku tjetër, o Zot, dhe duke mos kuptuar në fakt se çfarë është e vërteta, dhe kush është Perëndia i gjallë dhe i vërtetë. Perëndi, të lutem na ndihmo që ta jetojmë të jetë për të të nderuar Ty dhe për të të adhuruar Ty dhe për të ngritur lart emrin Tënd dhe vetëm emrin Tënd. Zot, të lutem na ndihmo si kishë të mund të njihemi nga dashuria për njëri tjetrin, nga dashuria për të vërtetën e fjalës sate. Dhe kjo, Perëndi, të sjell dhe të jetë baza për dashurinë ndaj njëri tjetrit. Perëndi, më së pari të kuptojmë dhe të njohim thellësitë e Tua, Zot, dhe mbi atë ne të mund të veprojmë dhe të ndërveprojmë njëri me tjetrin. Lutem, Zot, për komunitetin rreth rrotull ku jemi, pikërisht, Perëndi, për të pasur atë zell dhe atë zjarr për Ty, Zot, që ata të mund të njohin se kush Ti je, që ata të mund të mos humbasin pa të njohur Ty, o Perëndi. Zot, unë të lutem për kishat anë mban botës, për ato kishat të cilat vazhdimisht përndiqen për shkakun e emrit Tënd,
për ato kisha të cilat ndoshta nuk kanë mundësinë që ne sot kemi që të mblidhemi lirisht për të ta adhuruar ty. Lutem Zot që t'u japësh atyre forcë dhe qëndresë në fjalën tënde, për të vazhduar, për të ngulmuar, për të bërë atë që është e drejtë përpara teje, në sytë e tu. Lutem Perëndi për drejtuesit e vendit tanë. Lutem Zot që ashtu siç fjala jote na mëson që ne të lutemi për ta, ne lutemi që mëspari zemrat e tyre të njohin ty, o Zot. Për vetë jetët e tyre, Perëndi, ata të mund të njohin ty si Perëndin e gjallë dhe të vërtetë, që ata mund të shijojnë mirësinë tënde, Zot. Lutemi gjithashtu, o Perëndi, që ata të drejtojnë me drejtësi, që ata të bëjnë të mirën, pra që ata të bëjnë të duhurën për këtë popull. Perëndi, atyre u është dhënë një post shumë i rëndësishëm, por ne dimë, o Zot, që në fakt ne të gjithë jemi asgjë përpara teje, përpara mbretërisë më të madhe, dhe ky je ti, o Zot. Perëndi, të lutem për kohën në vazhdim, ndërsa ne do të mësojmë nga fjala, zemrat tona të përulen përpara teje, zemrat tona të kërkojnë drejqen që vjen nga fjala jote, zemrat tona të kërkojnë me etje për të mësuar nga fjala jote. Dhe në çdo gjë që do të bëjmë, Perëndi, ne të duam të ngrim lart emrin tënd dhe të nderojmë ty, Zot. Lutem Perëndi, bekoj kohën në vazhdim, bekoj të reaktorim të Krishtit, lutem. Amen. If we were to walk down the street on any normal day, nëse ne do të ecnim në rrugë në një ditë të zakonshme, what would we see? çfarë do të shikojmë? We'd see on days like today, at least we'd see a crystal blue sky. Në ditë, të paktën në ditë si kjo e sotmja, ne do të shikojmë një qiell të pastër. We'd look off in the distance and see an amazing landscape. Shikojmë në distancë dhe shikojmë një peizazh të mrekullueshëm. We'd see people laughing, Do shikojmë njerëz që qeshin, enjoying coffee together. duke shijuar kafen së bashku. We'd see families playing in the park, Do shikojmë familje që ndoshta janë duke lozur në park, treasuring those special moments that they get to spend together. duke shijuar këto momente të vogla, të veçanta pra, që janë duke kaluar kohë së bashku. All sorts of beautiful scenes, wouldn't we? Skenat, lloj skenash të ndryshme, të bukura apo jo. But what else would we see? Por çfarë tjetër shohim në një ditë të tillë? Wouldn't we also see some of the following? A nuk do të shohim edhe skena të tilla si më poshtë? A man strutting down the street, Një njeri i cili, si thua, duke dalë në rrugë, duke with his chest puffed out and his arms swinging. fryrë pra gjoksin e tij, duke tundur duar ndoshta ose duke. A woman stopping in the middle of everything going on Një grua e cila ndalon në mes të gjithçka çfarë ndodh, to take a picture, duke marrë pra duke bërë një fotografi, just the right selfie at just the right angle. si thua ai selfie duar në atë cepin ose këndin e dur, A politician or a businessman një politikan ose një biznesmen on his way to a meeting në rrugën e tij për një takim, with his nose held high me hundën e tij, si thua, duke mbajtur lart përpjet, and his eyes avoiding making eye contact with any of the common passerbys. dhe sytë e tij pra përpiqet duke mos bërë kontakte me sy me njerëzit që kalojnë për gjatë, Or a driver ose një njeri që ngjet makinën, një shofer, pulling out into oncoming traffic, duke dalë para te në një trafik pra duke zënë rrugën para trafikut, skipping the line, duke larguar, duke anashkaluar pra rreshtin, duke mos qëndruar në rresht, por duke prerë rrugën, si thua. because they've decided they're not going to wait like everybody else. Sepse ata kanë vendosur që nuk do të rrinë në rresht ose të presin si gjithë tjerët. Every day, moments like these, Çdo ditë momente si këto, moments of pride, momente krenarie, si thua. some more obvious than others, Disa nga këto janë më të qarta ose më të dukshme se të tjerët, but there's the same pride behind them all. por është e njëjta krenari prapa të gjithë këtyre.
We see them, don't we? I shikojmë këta apo jo? So the question is, Kështu që pyetja është, should we also act like them? a duhet veprojmë dhe ne si këto tjerët? This morning we find ourselves in the middle of the 10th interaction between Jesus and the Pharisees. Sot në mëngjes ne gjejmë veten në mes të ndërveprimit ose bashkëbisedimit të 10 të Jezusit pra me farizejt. One of the 10 interactions, Një nga këto 10 bisedimet ose ndërveprimet që Jezusi kishte me ata. which is a lot, isn't it? Që është shumë apo jo? And in this interaction for today, we're going to see the exact same argument come up that's come up so many times before. Dhe në këtë bisedë sot ne do të shikojmë pra të njëjtën atë sfidë ose të njëjtën argument që vjen. Which has to do with Jesus's Sabbath breaking. As the Pra Pharisees call argumenti që vjen shpeshherë është pra ajo që ka të bëjë me Jezusin i cili, si thua, thyen shabatin. it. But what we're going to see Por çfarë ne do të shikojmë is that Jesus is ready to move on to bigger discussions. Jezusi do të lëviz në një diskutim edhe më të madh se kjo. Jesus will challenge them on their view of the Sabbath, Jezusi do të sfidojë atë në pikpamjen e tyre në lidhje me shabatin ose të shtunën, pushimin, but then he's going to move on to challenging their pride. por ai do të vazhdojë të shkojë më tutje duke sfiduar dhe krenarinë e tyre. He's going to confront their self-centered ways Ai do të konfrontojë pra mënyrat e tyre se si ata shikojnë veten e tyre pra në qendër, and more precisely, he's going to confront their lack of humility. dhe në mënyrë më të saktë ose më precize ai do të konfrontojë ose do të përballohet me mungesën e tyre të përulësisë. What Jesus gives are 3 lessons on humility. Çfarë Jezusi na jep këtu janë 3 mësime për mbi përulësinë. Feel free to turn to Luke 14. That's what we're going to be today. Mund ta hapni pra tek Luka 14 është pasazhi ynë ku do të jemi sot. And what we're going to see is Jesus pointing out their proud ways Dhe çfarë do të shikojmë është që Jezusi pra po nxjerr në dukje ato mënyrat e tyre krenare and teaching them some lessons on humility. dhe duke i mësuar atyre disa mësime në lidhje me përulësinë. But let's first set the stage. Por në fillim le të vendosim atë skenën ose sfondin. I'm going to read verses 1 through 6, and then if you could read them after. Do lexojmë vargjet 1 deri në 6. Luke 14, verses 1 through 6. Luke writes, "One Sabbath, when he, being Jesus, went to dine at the house of a ruler of the Pharisees, they were watching him carefully. And behold, there was a man before him who had dropsy. And Jesus responded to the lawyers and Pharisees, saying, 'Is it lawful to heal on the Sabbath or not?' But they remained silent. Then he took him and healed him and sent him away. And he said to them, 'Which of you, having a son or an ox that has fallen into a well on a Sabbath day, will not immediately pull him out?' And they could not reply to these things." Dhe ndodhi që një ditë shabati ose të shtune, kur ai hyri në shtëpinë e njërit nga të parët e farizejve për të ngrënë bukë, ata po e përgjonin. Dhe ja, para tij ishte një njeri hidropik. Dhe Jezusi, duke ju përgjigjur mësuesve të ligjit dhe farizejve, tha: "A është e lejueshme të shërosh ditën e shtunë?" Por ata heshtën. Atëherë ai e mori për dorë atë, e shëroi dhe e nisi të shkojë. Pastaj duke ju përgjigjur atyre tha: "Cili nga ju po t'i bjerë gomari i vet ose kau në një pus, nuk e nxjerr menjëherë jashtë ditën e shtunë?" Por ata nuk mundën të përgjigjeshin asgjë për këto gjëra. They've had this battle before, haven't they? Ata e kanë pasur këtë betejë edhe më parë, apo jo? In Luke 6, the Pharisees didn't like how Jesus' disciples were picking the grain and eating it on the Sabbath. Tek Luka kapitulli 6, farizejt pra nuk i pëlqente mënyra se si dishepujt e Jezusit po këpusnin kallin dhe po hanin ditën e shtunë pra. So they complained. Kështu që ata u ankuan për këtë gjë. Later on, they didn't like how Jesus healed a man on the Sabbath. Më vonë shikojmë tek Luka pra që Jezusi shëroi njëri ditën e shtunë, So they complained. kështu që u ankuan dhe për këtë. And Jesus, his main teaching points in these interactions were these. Dhe mësimet kryesore të Jezusit në këto ndërveprime me këto ishin: In one of the interactions, he says, "Is it wrong to do good on the Sabbath?" në një nga këto bisedime ose sfida, si thua,
me ata, Jezusi bëri këtë pyetje, a është gabim që të bësh mirë të shtunën? In another, he states, the Sabbath is for man, Dhe tek tjetra, ai tha që e shtuna është bërë për njeriu, not man for the Sabbath. dhe nuk është bërë njeriu për të shtunën. And he would say simply, Dhe ai do thoshte thjesht, I'm the Lord of the Sabbath. unë jam Zoti i së shtunës. Like, I make the rules about the day. Si thuash, unë kam bërë rregullat për këtë ditë, But did they learn? por a e mësuan ata këtë mësim? Did they learn these lessons that Jesus was trying to teach? A i mësuan pra këto mësime që Jezusi po përpiqej që t'u mësonte atyre? Well, obviously not, because this is now the third battle over the very same issue. Me sa duket jo, sepse kjo është betejë e tretë në lidhje me të njëjtën çështje. They just couldn't let it go. Ata nuk mund ta lenin, si thua, ose nuk mund ta lejonin që të shkonte kjo gjë, kështu pa vënë re. So then what was Jesus' argument here? Cili ishte argumenti i Jezusit këtu në këtë moment, në këtë betejë? Well, here he argues about the worth of the work. Këtu ai argumenton në lidhje me vlerën e punës. He says, how is my helping this needy man any different than you helping your son or your ox who's in need? Ai po thot atyre, si është ajo gjëja që unë po ndihmoj këtë njeri në nevojë, ndryshe nga ju që ndihmoni ose djalin tuaj, ose gomarin tuaj, ose kaun tuaj, kur ata ka nevojë. In other words, it's like he said, you'd help the valuable things that you care about if they were in need. Me fjalë të tjera ai po thot, ju do të ndihmoni gjërat tuaja që kanë vlerë nëse këto gjëra kanë nevojë për ndihmë. Pra. Isn't this man valuable too? A nuk ka vlerë ky njeri gjithashtu? Which, by the way, is a really important question that we'll get back to later. Me qëra fjala është një pyetje shumë e rëndësishme dhe ne do t'i kthehemi pak më vonë kësaj përsëri. But as we look at the interaction for now, how do the Pharisees respond? Por ndërsa shikojmë të bashkëbisedimin tani, si përgjigjen farizejt në lidhje me këtë? Before, when they argued about this, Përpara, pra kur këto patën këtë argument në lidhje me këtë, in Luke 6, Luke says that they were filled with fury at Jesus. tek Luka kapitulli 6 na thuhet që ata ishin u mbushën plot zemrim kundër Jezusit. But here, Por këtu nothing. asgjë. Twice they had a chance to respond. Dy herë ata kishin mundësinë për të përgjigjur, They didn't. por ata nuk e bën. In verse 4, Në vargun 4, they wouldn't reply. ata nuk do të mund të përgjigjeshin. Luke says they remained silent. Luka na thot ata heshtën. But then in verse 6, Por pastaj në vargun 6, they couldn't reply, ata nuk mund të përgjigjeshin. right? Like they knew he was right. Sikur ata ta dinin që ai e kishte të drejtë, pra nuk mund të përgjigjeshin. In fact, Në fakt, they would never challenge Jesus on this topic again. ata nuk e sfiduan më Jezusin në lidhje me këtë temë përsëri, më vonë. They were done. Si thua, mbaroi kjo gjë. And as far as they were concerned, they wanted to get back to dinner. Për sa ishin të qetësuar, tani ata donin që të ktheheshin tek darka, si thua. But Jesus wasn't done. Por Jezusi nuk ishte përfunduar akoma ata. Jesus had bigger issues that he wanted to address, didn't he? Jezusi kishte çështje më të mëdha që donte t'i adresonte apo jo. Do you notice in verse 1 how it says the Pharisees were watching Jesus carefully? A e vini re si thot në vargun 1 që farizejt po e vëzhgonin Jezusin me kujdes, Well, guess what? po përgjonin si thua, por vini re çfarë? Jesus had been watching them carefully too. Por edhe Jezusi po i vëzhgonte ata me kujdes apo jo, po I përgjonte si thua. He's been watching their behavior, Po vëzhgonte sjelljen e tyre and he has some thoughts. dhe ai kishte disa mendime në lidhje me këtë. Verses 7 through 11, I'll read them and then you can. Vargu 7 dhe 11, do shikojmë pra. Now he told a parable to those who were invited when he noticed how they chose the places of honor, saying to them, when you're invited by someone to a wedding feast, do not sit down in a place of honor, lest someone more distinguished than you be invited by him, and he who invited you both will come and say to you, give your place to this person.
and then you will begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit in the lowest place, so when your host comes, he may say to you, friend, move up higher. Then you will be honored in the presence of all who sit at table with you. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Pra nga vargu 7, dhe duke vënë re se ata zgjidhin vendet e para në tryezë, Jezu thoshte atyre këtë shëmbëltyr duke thënë: kur je ftuar në dasëm, mos u ul në krye të vendit, sepse ai njeri mund të ketë ftuar një tjetër, që është më i rëndësishëm se ti. Dhe ai që të ftoj ty dhe atë të mos vi të thot, lëshoja vendin këtij, dhe atëherë ti plot turp, do të shkosh të zësh vendin e fundit. Por kur je ftuar, shko e rri në vendin e fundit, që kur të vi ai që të ka ftuar të thot, o mik, ngjitu më lart, atëherë do të jesh i nderuar përpara atyre që janë në tryezë bashkë me ty. Sepse kushdo që e larton veten, do të poshtërohet, dhe kush e poshtëron veten, do të lartohet. Jesus had been watching them, hadn't he? Jezu po i vëzhgon ata, po i shikon apo jo. And he was ready to teach them some lessons on humility. Dhe ai ishte gati të mësonte atyre disa mësime në lidhje me përulësinë. The first lesson is this: Dhe mësimi i parë është ky: stop thinking only about yourself. ndaloni së menduari vetëm rreth vetes suaj. Let's imagine this scene that Jesus is painting here. Le të imagjinojmë pak të skenë që Jezu po pikturon, po shfaq këtu. It's a wedding feast. Është një fest dasme, pra një dasmë. Just like here, it was the biggest celebration that would happen in a first century Jewish home. Ashtu siç ndodhe këtu në vendin tonë, pra kjo ishte festa më e madhe që festohej në shtëpinë e një judeu ose një. And just like here, there was a cultural order to where people would be seated. Dhe ashtu si këtu, kishte pra një rregull nga ana kulturore se ku njerëzit do të uleshin. Not just for big events like this, but for everything. Jo vetëm për ngjarje të tilla të mëdha si kjo, por për gjithçka kishte një rregull. I remember an event that I went to last year. Më kujtohet një ngjarje kur unë shkova vitin e kaluar. It was like an evening talk at a banquet hall at some hotel in town. Ishte një mbrëmje për të folur pra në një banket në një hotel, në një sallë hoteli. Before it started, we were outside just talking with some friends. Para se të fillonte kjo, pra ne ishim jashtë me disa miq duke folur. And it started while we were still outside. Dhe filloi në kohën që ne ishim akoma jashtë. So we kind of snuck in the back. Kështu që ne pothuajse u futëm, si thua, nga pjesa e prapme. Myself and the guy that I was with. Unë dhe djali dhe personi me cilin isha. And we snuck in and it was packed, and so we asked the organizer, "Hey, are there any seats?" Dhe u futëm brenda, po ishte mbushur plot dhe I tham atij që po organizonte këtë takim, a ka ndonjë vend ku tulemi? But they were, because it was just getting started, they were kind of worried about the sound and other things, so they didn't really pay attention to us. Por për shkak se sapo fillonte ata po I kushtonin vëmendje disa gjëra të tjera teknike si zëri dhe nuk na vunë re neve, nuk ishim në qendër të tyre për të vëmendjes. So we found a couple of seats just in the back and we just took a seat. Dhe ne gjetëm dy karrige aty prapa dhe ulëm aty në ato dy karrige. And then one of the organizers saw one of the guys that I was with. Dhe pastaj kur një nga ato organizatorët pa personin me cilin unë isha, that he was sitting in the back. që ai po ulej prapa, So they came over and they whispered to us. They said, "Hey, we have other seats." dhe ata erdhën na përshpëritën ne kemi karrige të tjera për ju. And then they walked us to the front row, like right over there. Dhe na nxorën në pjesën e përpara aty, si më ul përpara fare. For us, we were perfectly happy sitting in the back. Por ne ishim të lumtur që të uleshim atje prapa. But for the organizer, Por organizatorët, they wanted to honor my friend, and so they brought us to different seats. ata donin që të nderonin mikun tim dhe na sollën në karriget përpara. So now let's go back to Jesus' story. Tani le të kthehemi prapa tek historia e Jezusit. What does the guest do here? Çfarë bën pra ky që ka shtruar darkën këtu? The opposite, doesn't he? Ai bën të kundërtën apo jo? He walks in and he immediately walks to the very front row. Pra ky që ka Zoti I dasmës hyn dhe më njëherë shkon tek
tavolinat përpara ose tek vendi përpara. He picks the best seat for himself. Ky personi pra, mysafiri, jo i Zotit, po mysafiri, ulet në vendin më të mirë, ulet për veten e vet, zë vendin më të mirë. Why would he do something like that? Përse do ta bënte ky person një gjë të tillë? I think that's easy. Mendoj që është e lehtë për ta kuptuar, Because in his mind, sepse në mendjen e tij he deserves it. ai mendonte që e meritonte këtë vend. That's what the Pharisees always did. Dhe farizejt gjithmonë bënin këtë njëjtën gjë. Everywhere they went, this is how they behaved. Në çdo vend ku ata shkonin, kjo ishte mënyra se si ata silleshin, Because they thought they deserved it. sepse ata mendonin se e meritonin një gjë të tillë. They have become so proud in their own minds that this has become normal behavior. Ata ishin bërë kaq krenar në mendjen e tyre saqë kjo gjë ishte bërë sjellja e tyre normale. Now let's look at verse 11 again Le të shikojmë edhe një herë vargun 11 and see the point that Jesus is trying to make. dhe të shikojmë atë pikën që Jezusi po përpiqet të nxjerrë në duke. He says, "For everyone who exalts himself will be humbled, Sepse kushdo që e lartëson veten do të ulet. This concept that Jesus is talking about here is very interesting. Ky koncept për cilin Jezusi po flet këtu është shumë interesant. This idea of self-exaltation. Është ajo ideja që të ngresh veten tënde lart. The word simply just means to lift up. Fjalët fjalë për fjalë do të thonë të ngresh lart. It's used all over the New Testament. Përdoret gjatë gjithë Testamentit të Ri. Sometimes it's used in kind of the most physical sense. Ndonjëherë përdoret për kuptimin më bazik fizik. For instance, it's used to describe when Jesus was lifted up on the cross. Për shembull, përdoret për të përshkruar ku Jezusi u ngrit lart në kryq. But it's also used to talk about kind of a metaphorical, spiritual sense. Por përdoret edhe për një kuptim metaforik shpirtëror. For example, Për shembull, in Acts 5, tek Veprat e Apostujve 5, says God exalted him. God lifted Jesus up Perëndia pra e ngriti atë, Perëndia e ngriti Jezusin lart. at his right hand Tek as leader and savior. tek ana e djathtë e tij si drejtues, pra si një udhëheqës dhe shpëtimtar. You can see a little bit of that kind of spiritual, metaphorical usage there, right? Ju mund ta shikoni pra këtë përdorimin frymëror metaforik aty apo. It's even easier to see in biblical poetry. Është edhe më lehtë ta shikosh këtë në poezinë biblike. Psalm 18 says this, Tek Psalmi 18 thotë këtë: "The Lord lives, and blessed be my rock, Zoti jeton dhe I bekuar qoftë shkëmbi im, and exalted be the God of my salvation." dhe I lartësuar ose si thua I ngritur qoftë Perëndia I shpëtimit tim. So when it's used literally, it's just a pretty functional term. Kur përdoret në mënyrë të fjalë për fjalshme, është një term funksional. But when it's used metaphorically, Por kur përdoret në mënyrë metaforike, you can see how spiritual of a term it is, right? ju mund ta shikoni se sa frymëror është ky term. Listen to this one. Dëgjoni këtë. It's from Isaiah 57. Është nga Isaia 57. It says, "Thus says the one who is high and lifted up, Këtë thot ai I cili është lart dhe është I ngritur lart, who inhabits eternity, I cili banon përjetësinë, whose name is holy." emri I të cilit është I shenjtë. In Psalms alone, this word is used more than 50 times, Vetëm tek psalmet kjo fjalë është përdorur më shumë se 50 herë, which means që do të thotë the Pharisees knew very well this concept of exaltation. pra farizejt e njihnin këtë konceptin e ngritjes lart shumë mirë. They knew how regularly it was applied to God. Ata e dinin se sa shpesh ose sa rregullisht And- kjo fjalë ishte përdorur për Zotin. And they knew how significant a thing it was to exalt anybody. Dhe dinin se sa e rëndësishme është kjo që për të ngritur çdo gjë, çdo njeri. So when they were given the chance to exalt something or someone, Kështu që kur atyre ju jepej mundësia për të ngritur lart diçka ose dikë, what did they do? çfarë do të bënin ata? They exalted themselves. Ata ngrinin lart veten e tyre. They walk around town, Ata shëtisin rrotull qytetit, they lift themselves up, ata ngrinin veten e tyre lart, they come to a dinner, ata vinin në një darkë,
They lift themselves up. ata ngrinin veten e tyre edhe në darkë pra. They go to the synagogue Ata shkonin në sinagogë and they lift themselves up. dhe edhe aty pra ngrinin veten e tyre lart. The very place where God is supposed to be lifted up. Pikërisht në vendin ku Zoti duhet të ngrihej lart. But they're seeking these seats of honor to exalt themselves. Por ata kërkonin ato karriket pra vendet ku uleshin për të ngritur veten e tyre lart. And what does Jesus say? Dhe çfarë thot Jezusi? Those who act like this will be humbled. Jezusi thot ata të cilën sillen në këtë mënyrë do të ulen, do të përulen. I was a pretty arrogant kid growing up. Unë kam qenë pra një fëmijë shumë arrogant ndërsa po rritesha. And my dad often would tell me this. Dhe babai im shpesh do të më thonte mua këtë. He said, Paul, you better humble yourself. Paul, më mirë ule veten tënde. Because if you wait for God to humble you, Sepse nëse ti pret për Zotin që të ul ty, it's going to be painful. do të jetë e dhimbshme. That's exactly what Jesus is saying here. Është saktësisht ajo çfarë Jezusi po thot këtu. He says to the Pharisees, you exalt yourself Ai po thot farizeve, ju e ngrini lart veten tuaj, and God will humble you. por Zoti do t'ju përul juve, do t'ju ul poshtë. Whether you like it or not, Nëse juve ju pëlqen ose jo, whether you want it or not, nëse ju e doni këtë gjë apo jo, somehow in this life and most definitely in the life to come, disi në këtë jetë dhe me siguri në jetën që po vjen, what does Jesus say instead? çfarë thot Jezusi në vend të kësaj? Instead of exalting yourself, Në vend që të ngrini lart veten tuaj, thot, humble yourself. por uleni veten tuaj. In other words, actively pursue humility, Me fjalë të tjera, në mënyrë aktive, bjeri pas përulësisë, which leads us back to our first lesson. që na çon neve prapa tek mësimi numër 1. Stop thinking only about yourself. Ndaloni së menduari vetëm rreth vetes suaj. In the book Mere Christianity by C.S. Lewis, I don't know if any of you have read it. Në librin që titullohet Thjesht ose vetëm Krishtërimi nga C.S. Lewis, nuk e di nëse keni lexuar këtë. He describes humility like this. Maybe you've heard it before. Ai e përshkruan përulësinë në këtë mënyrë, ndoshta e keni dëgjuar edhe më parë. He says humility is not thinking less of yourself, Përulësia nuk do të thotë që ju të mendoni më pak për veten tuaj, but thinking of yourself less. por do të thotë të mendoni veten tuaj më pak. In other words, Me fjalë të tjera, to be humble does not mean that you say things like, të jesh i përulur, pra me fjalë të tjera, të jesh i përulur nuk do të thotë që të thuash gjëra të tilla si I'm so worthless, të thuash unë jam kaq pa vlerë, I'm so dumb, unë jam kaq i marr, I can't do anything right. unë nuk mund të bëj asnjë gjë si duhet. That's not humility. Kjo nuk është përulësi. That's just a total misunderstanding of the worth that every image bearer of God has. Kjo është një keqkuptim total i vlerës që çdo njeri i cili mban imazhin e Perëndis ka. But it's definitely not humility. Nuk është pra përfundimisht nuk është pra përulësia kjo. Instead, Në vend të kësaj, humility goes through life përulësia shkon për gjatë jetës, doing the things that you ought, duke bërë gjërat që ju duhet bëni, taking care of the things that you're responsible for, duke u kujdesur për gjërat për cilën ti je përgjegjës, and when somebody brings you up, dhe kur dikush ju ngre juve lart, you say, oh, me? ju thoni mua, I hadn't thought about myself. nuk kisha menduar rreth vetes time. I've been too busy thinking of other things and other people. Unë kam qenë i zënë duke menduar për njerëz të tjerë, për gjëra të tjera. One author summed up the biblical definition of humility as this: Një autor e përmbledh pra për kufizimin biblik mbi përulësinë në këtë mënyrë, to seek not one's own interest, që mos kërkosh interesin, mos kërkosh pra për interesin tënd, but God's interest. por interesin e Zotit. Humility says, oh, I haven't been thinking about my desires and my will. Përulësia thot, nuk kam qenë duke menduar për dëshirat e mia ose për vullnetin tim. I've been thinking about God's desires and His will. Unë kam qenë duke menduar për dëshirat e Zotit dhe për vullnetin e tij. It's important that we understand humility accurately. Është e rëndësishme që ta kuptojmë përulësinë
ashtu si duhet. Because humility tends to have kind of a bad reputation, doesn't it? Sepse përulësia ka tendencën që të ketë atë reputacionin e keq apo jo. If somebody on the street were described with that word, what would they think? Nëse dikush atje jashtë në rrugë do të përshkruaj me këtë fjalë, çfarë do të mendonin ata? They wouldn't like it, would they? Ata nuk do ta pëlqejnë këtë apo jo? And why not? Dhe pse jo? Because Sepse to most, për shumicën e njerëzve, humility is weakness. përulësia është dobësi. I led a group here through a process in kind of identifying organizational values. Unë kam qenë duke drejtuar një grup këtu në një proces duke menduar për vlerat e një organizate. Right? These are like the things that the organization says we want to live by these. Janë gjërat për cilët ne diskutonim se kjo organizatë do të jetonte për këto gjëra. So as I was taking them through the process, Dhe ndërsa unë po ecja në këtë proces, one of the people in the meeting, një nga njerëzit në takim, they proposed humility ata propozuan përulësinë as one of the values. si një nga vlerat e organizatës. And every other person in the group Dhe të gjithë personat e tjerë në atë grup said no. thanë jo. You know why? Dhe ju e dini pse? Because they said, Sepse ata thanë, no, others only see this as a weakness. të tjerë do ta shikojnë këtë gjë vetëm si dobësi. And so we can't portray ourselves like that to the world. Kështu që ne nuk mund ta paraqesim veten tonë në mënyrë të tillë ndaj bollës. So we discussed it a little more and I pushed them a little bit. Dhe ne diskutuam pak më shumë dhe i nxita dhe pak më tepër. But they were firm on their decision. Por ata ishin të vendosur në këtë vendim. They said, yes, it's true. That is how we operate. Jo, po, me të vërtetë është e vërtetë se mënyra se si ne operojmë, But we don't want to advertise it to the world. por ne nuk duam që ta si thua të bëjmë publik ta publikojmë këtë në botë ose të bëjmë reklam në botë në këtë gjë, Because it sounds too weak. sepse tingëllon shumë e dobët. Some were believers. Disa ishin pra të krishterë. Pra. So what should a Christian think about humility? Çfarë duhet mendojë një krishter rreth përulësisë? Clearly, Jesus didn't see it as a weakness. Në mënyrë të qartë, Jezusi nuk e ka parë këtë gjë si një dobësi. I'm going to take just 3 moments Do të shkalojmë pra 3 momente. in his life where he didn't teach about humility, Do të kalojmë pra 3 momente ku Jezusi jo vetëm thjesht e mësoi rreth përulësisë, but he modeled it. por ai e modeloi atë. First, Së pari, we read about it earlier. ne e lexuam pak më herët këtë gjë. When he willingly chose to leave heaven Kur ai në mënyrë të vullnetshme zgjodhi që të lindte pra qiellin ose parajsën and to let go of what he had dhe la gjithçka çfarë kishte and to come down to this earth as a man. dhe erdhi poshtë në këtë tokë si njeri. It's beautifully described in Philippians 2. Është e përshkruar në mënyrë të bukur tek Filipianët kapitulli 2 pra. He put off the form of God Ai pra hoqi si thuaç atë formën e Perëndisë and he put on the form of a servant. dhe ai veshi atë formën e një shërbëtori. That's humility. Kjo është përulësia. Second, E dyta, when he willingly bent low, literally, to wash his disciples' feet. kur ai në mënyrë të vullnetshme u përkul edhe më poshtë derisa në atë polante këmbët e dishepujve. Pra. He didn't just take the form of a servant, Ai jo nuk mori thjesht vetëm atë formën e një shërbëtori ose sklavi, si thua. he took the posture of a servant. Ai mori pozicionin e një shërbëtori. That's humility. Kjo është përulësi. Third, E treta, when he willingly submitted to God's will for his life. kur ai në mënyrë të vullnetshme ju bind vullnetit të Zotit për jetën e tij, When he went to the cross. kur ai shkoi në kryq. The most torturous, painful, humiliating way to die. Si thua, mënyra më torturuese, më e dhimbshme, më përulëse për të vdekur. And he willingly submitted to it. Dhe ai në mënyrë të vullnetshme ju nënshtrua kësaj. That's humility. Kjo është përulësia. Clearly, Jesus values humility, doesn't he? Qartazi Jezusi e vlerësonte përulësinë apo jo? He taught it Ai e mësoi atë and he lived it. dhe ai e jetoi atë. But our culture doesn't value it, does it? Por kultura jonë nuk e vlerëson atë apo jo? In fact, I would argue that the
the pendulum has swung all the way to the other side. Në fakt mund të argumentoj që si thua ajo e orës, si që pendulum, ka shkuar nga krau tjetër. Now, in our culture, not only do they not value humility, Tani në kulturën tonë, jo vetëm që ata nuk e vlerësojnë fare për ulësinë, but I would argue that they actually value pride. por unë mund të argumentoj që ata në fakt vlerësojnë krenarinë. Our culture sees all the benefits of elevating yourself. Kultura jonë shikon të gjitha ato benefitet kur ti ngre veten tënde lart. And so they say, well, look what you get when you elevate yourself. Ata thonë, shiko çfarë merr kur ti ngre lart veten tënde. That's a good thing. Kjo është një gjë e mirë. Now, they might not call it pride. Ata ndoshta nuk e quajnë këtë gjë krenari. They might just say, no, that's just boldness or strength. Ata mund të thonë që kjo është guxim ose forcë, But in these instances, por në këto raste, it's just arrogance, por është vetëm arrogancë, selfishness, është vetë egoizëm ose egoizëm. and egoism. Egoizëm. Let it be known, by the way. Me qëra fjala, let me know. Yeah, let it be known. Pra let bëhet e njohur pra me qëra fjala. Si thosh. This isn't just a world problem. Kjo nuk është thjesht vetëm një problem i botës. I believe, sadly, that this is a problem within the church, too. Unë besoj për të ardhur keq që kjo është një problem edhe në kishë gjithashtu. Many would agree, Shumë do të bien dakord pra. and many would point to church leaders. Dhe shumë do të tregojnë me gishtë pra drejtues të kishës. And I would say, yes, that might be true, Dhe unë më them, po, kjo mund të jetë e vërtet. but not because the leaders are the only proud ones. Po jo vetëm që vetëm drejtuesit janë ato që janë krenar. We just happen to see their pride because they're in positions to flaunt it. Ne ja dalim të shikojmë krenarinë e tyre sepse ata janë në pozicionin ku duken pra, janë përballë. My worry Shqetësimi im, is that too many Christians, leaders or not, shumë të krishterë, nëse janë drejtues apo jo, have allowed the world's ways to infect their minds. kanë lejuar pra që mënyrat e botës të infektojnë mendjet e tyre. So let's be very clear here. Kështu që le të jemi shumë të qartë këtu. God is very clear what he thinks about pride. Zoti është shumë qartë për çfarë rreth asaj që ai mendon rreth krenarisë. Listen to this. Dëgjoni këtë. 1 Peter 5. Tek e para Pjetrit 5. Peter says, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Pjetri pra thot, vishini veten tuaj të gjithë ju me përulësi ndaj njëri tjetrit. For, and he quotes from the Old Testament here, Sepse dhe ai citon nga Dhjata e Vjetër këtu, God opposes the proud, but gives grace to the humble. sepse Perëndia I kundërshton mendimëdhjet, por u jep hir të përulurve. God opposes the proud. Perëndia I kundërshton krenarët ose mendimëdhjet. Those are strong words, aren't they? Është fjalë fort apo jo? Peter quotes in there, he quotes from Proverbs. Pjetri pra citon nga fjalët e urta. So let's look at Proverbs. Pra le të shikojmë tek fjalët e urta. Solomon writes this in Proverbs 21. Solomoni shkruan tek këtë gjë tek fjalët e urta, kapitulli 21. He says, scoffer. Ai thot tallësit. This is a description Solomon often uses throughout Proverbs. Pra ky është një përshkrim që Solomoni shpesh herë e përdor për gjatë gjithë fjalëve të urta. He says, scoffer is the name of the arrogant, haughty man who acts with arrogant pride. Tallja, si thosh, është emri për arrogantin, njeriu krenar I cili vepron me një krenari arrogante. Në fjalët e urta 21-24 mund ta shikoni. The word scoffer in general means mocker. Fjala tallës në përgjithësi do të thotë pra personi që scoffer tallës, njeri që vën në lojë. But here Solomon says a mocker acts like that because they're arrogant and proud. Por Solomoni thot pra që ai tallësi vepron në këtë mënyrë sepse ata janë kaq arrogant dhe kaq krenar. Now listen to Proverbs 3:34. Tani dëgjoni tek fjalët e urta 3:34. This is what Peter quoted from. Ku është ku Pietri citon pra, nga ku Pietri citon. Solomon says, with arrogant scoffers, he, meaning God, scoffs. Pra thot me tallësin arrogant, pra ai thot ai që do thot
Perëndia me siguri ai tallet me tallsin, thot Perëndia pra këtu në këtë fjalë të urta 3:34. But he shows favor to the humble. Por pra Perëndia i fal ata që janë të përulur apo tregon favor me të përulurit. So pick your description. Pra zgjidhni përshkrimin tuaj. You could say that God stands in opposition against the proud. Ju mund thoni pra që Perëndia qëndron në kundërshtim me krenarin, As Peter described him. ashtu sikurse Pietri e përshkruan atë, And you could also say dhe ju gjithashtu mund thoni that God mocks the proud, që Perëndia e vën në lojë se tallet me krenarin, as Solomon describes him. ashtu siç Solomoni e përshkruan këtë. It's no wonder that Jesus speaks so clearly against the Pharisees here. Nuk është habi pra që Jezusi flet kaq qartazi me farizejt këtu, Because he takes pride and humility incredibly seriously. sepse Jezusi e merr pra krenarinë dhe përulësinë në mënyrë të pabesueshme shumë seriozisht, Meaning që do të thotë that we need to as well. që edhe ne duhet ta marrim seriozisht gjithashtu. I have a friend who told me that they thought that this was the number one problem in the evangelical church. Një miku im këtu më ka thënë që ky është problemi numër 1 në kishën ungjillore të Shqipërisë. So I asked him, I said, well, but what do the preachers do when they come to texts like this? Dhe unë I thash atij, çfarë bëjnë predikuesit kur vinë në një tekst të tillë si ky? And he said, they kind of just skim past it and try to avoid it as much as possible. Ai tha që ata përpiqen që ta anashkalojnë dhe përpiqen ta lënë anash, si thosh, mos merren shumë me këtë. Which is why I'm spending so much time on this first point. Kjo është arsye pse unë po kaloj kaq shumë kohë në këtë pikën e parë pra. Because we need to understand as clearly as possible Sepse ne kemi nevojë të kuptojmë aq qartë sa është e mundur that to live humbly is to live like Jesus. që të jetosh në mënyrë të përulur është të jetosh siç jetoi Jezusi. We need to be living humbly, Ne duhet jetojmë në mënyrë të përulur and we need to be teaching and preaching humility, dhe ne duhet të mësojmë pra dhe të predikojmë përulësinë. no matter how our culture feels about it. Nuk ka rëndësi se si kultura jon ndihet rreth kësaj gjëje. So Jesus' first lesson on humility. Kështu që mësimi I parë I Jezusit në lidhje me përulësinë. Stop thinking about yourself. Ndaloni së menduari rreth vetes suaj, vetëm rreth vetes suaj. Stop pursuing your own glory. Ndaloni duke I rënë pas lavdisë suaj. Lesson number 2. Mësimi numër 2. Start thinking of others. Filloni duke menduar për të tjerët. Verses 12 through 14. Vargjet 12 dhe 14. I'll read it and then you can. Okay. He said also to the man who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you. For you will be repaid at the resurrection of the just. Ai tha edhe atij që e kishte ftuar: Ushtron dreka dark, mos I thirr miqtë tu, as vëllezërit tu, as farefisin tënd, as fqinjet e pasur, se mos ata një herë të ftojnë ty dhe kështu ta kthejnë shpërblimin. Por kur të bësh një gosti, thirr lypsit, sakatët, të çalët, të verbrit. Dhe do të jesh I lumë, sepse ata nuk kanë se si ta kthejnë shpërblimin, por shpërblimi do të jepet në ringjallje të drejtëve. Think about it. Mendoni pak për këtë. If you host a special dinner and invite people over, Nëse ti pra shtron një drek të veçantë ose darkë të veçantë dhe fton njerëzit, what's probably going to be like your number one goal of the evening? cili pra do të jetë qëllimi yt numër 1 në këtë darkë? You want to make sure they enjoy themselves, right? Ti do sigurohesh që këta njerëz do të kënaqen apo jo? As you're preparing, you're thinking, what will they enjoy eating? Ndërsa ti po përgatitesh, do mendosh çfarë kanë dëshirë ata të hajnë, What will they enjoy drinking? çfarë kanë dëshirë të pinë, What sort of conversation will they enjoy? çfarë lloj bisedash kanë I pëlqen atyre. And so you try to set up the evening as much to their preferences as possible. Kështu që ti përpiqesh që ta bësh pra këtë darkën sa më shumë që të përputhet me preferencat e tyre. Because in your mind, the evening is about them, right? Sepse në mendjen tuaj,
kjo mbrëmje, kjo darkë është në lidhje me ata apo jo? So then think about the irony of the situation that Jesus describes here. Pra mendoni pak për ironinë e situatës që Jezusi përshkruan këtu. He describes this party that's not hosted for the others, Ai e përshkruan këtë parti pra që nuk është për të tjerët. he describes a party that's put on for the sake of the host. Pra kjo parti ose darkë që Jezusi përshkruan këtu është sigurisht për atë që e jep të darkën, për atë që ofron. For himself, Për veten e tij, once again, edhe një herë, only thinking about self. vetëm duke menduar rreth vetes suaj. Imagine if you were a guest at that party Imagjinoni sikur ju jeni një mysafir në atë darkë. and you knew that he only invited you because he was hoping that you would return the favor one day. Dhe ata e dinë që ti ke ftuar ata sepse vetëm me shpresën që ju do t'i ktheni favorin atij një ditë tjetër. Right? Like, I invited you because I need a favor from you one day, and I'm kind of like building up that equity in our relationship. Si thosh, të ftova ty sepse un kam nevojë për një favor nga ty dhe tani po ngri atë pra, si thua, po krijoj skenën që të marr favorin prej teje më vonë. We hear this and we might think, why would anybody ever do something like that? Ne e dëgjojmë të dhe ne mund të mendojmë pse dikush mund ta bëjë një gjë të tillë. But I think in really small ways, it happens every single day. Por duke menduar në mënyrat më të vogla, pra detaje më të vogla, ne mendojmë që kjo ndodh çdo ditë. I was talking to a friend just the other day, Po flisja me një mik ditën tjetër, një ditë më parë. and he said, a lot of times people will invite me to coffee, Dhe ai tha, e di që shpeshherë njerëzit më ftojnë mua për kafe, and he said, and I realized I don't think they wanted to spend time with me. dhe unë e kuptoj pra që ata nuk duan që të kalojnë kohë me mua. He said, I realized I think they just wanted something from me. Unë e ndjej pra që ata duan diçka prej meje. They're just looking to get something from him. Ata përpiqen që të marrin diçka prej tij. That's what Jesus is describing here. Kjo është ajo çfarë Jezusi përshkruan këtu pra në këtë skenë. You see, pride doesn't just show up in arrogance. Siç e shihni, krenaria nuk e tregon veten e saj vetëm kur je arrogant, Right? Always trying to elevate yourself. gjithmonë duke u përpjekur të ngresh veten tënde lart. Pride also shows up in selfishness. Krenaria gjithashtu e tregon veten e saj edhe në egoizëm ose duke menduar për veten tënde. Only ever thinking about yourself. Duke menduar pra vetëm për veten tënde. And Jesus has this extreme recommendation. Dhe Jezusi ka ato rekomandimet ekstreme këtu. He doesn't just say think of others. Ai nuk thot thjesht mendo për të tjerët, He says think of the lowest. por ai thot mendo për ato më të ulët, më të përulët. Think about those who can't possibly do anything in return. Mendoni për ata të cilët nuk kanë mundësi që ty ta kthejnë, ta rikthejnë, pra të bëjnë diçka për ta rikthyer. They're too poor. Ata janë shumë të varfër, They're too weak. janë shumë të dobët, Totally incapable. tërësisht jo në gjendje. Invite them, Jesus Kto says. ato, thot Jezusi. Do the exact opposite of what you're doing now. Bë të kundërtën e asaj çfarë ti po bën tani. Think about it. Mendo pak për atë. What's the very best way to address a problem in your life? Cila është mënyra më e mirë për ta adresuar një problem në jetën tënde? Deal with it head on, right? Që të merresh drejt për drejt me problemin apo jo? Confront it directly. Konfrontoj atë drejt për drejt. That's what Jesus is describing here, Kjo është ajo çfarë Jezusi po përshkruan këtu. right? Just like the rich young ruler. Ashtu si ai udhëheqësi i ri I pasur. This is your problem, Ky është problemi jot. so don't just do something a little different. Pse nuk bëhet diçka ndryshe, Address it head on. duke adresuar të problem drejt për drejt. Invite the lowest. Fto pra më të përulurit. And what happens when they begin to think about the lowest? Dhe çfarë do të ndodh kur ata të fillojnë të mendojnë për ata që janë më të ulur? Do you see it in verse 14? A e shikoni këtë gjë në vargun 14? It doesn't just give a vision for others. Jo vetëm që jep një vizion për të tjerët, It gives us a vision for eternity. por na jep neve edhe një vizion për përjetësinë. It gets us to start living not for earthly rewards, but for eternal rewards. Ajo na bën neve që të fillojmë të jetojmë jo vetëm thjesht për shpërblimet toksore, por për shpërblimet e përjetshme. You will be repaid at the resurrection of the just, Jesus says.
pra shpërblimi juaj do të jepet në ringjalljen e të drejtëve, thot Jezusi. You see, humility doesn't just look like thinking of ourselves last. Pra, përulësia nuk do të thotë thjesht që ta shikosh, të mendosh për veten tënde më pak. It also looks like thinking of others first. Do të thotë pra që të shikosh duke menduar të tjerët të shikosh si të parët ose më shumë për të tjerët. Which practically, what does that look like? Që nga ana praktike si duket kjo? Well, when you think about it, looking to others good can take an infinite number of shapes. Pra, kur mendon pak për këtë, duke menduar për të mirën e tjerëve, kjo do të marrë shumë forma pafund, si thua. But I think there's a few elements that will show up consistently in your life. Por mendoj që ka disa elemente të cilët do të shfaqen vazhdimisht në mënyrë konsistente në jetën tënde. I think it'll look like you praying for others. Do duket që ti lutesh për të tjerët. I think it would look like you always being ready to help others. Do duket në mënyrën se si ti do të jesh gjithmonë gati për të ndihmuar të tjerët. And I think it would look like you inviting others into your life. Dhe duket pra në mënyrën se si ti fton të tjerët në jetën tënde, including those, duke përfshirë ata, especially those maybe, në mënyrë të veçantë ata ndoshta who can't benefit you in any way. që nuk mund të ti nuk ke asnjë shpërblim nga ata, se nuk ke asnjë benefit për tyre. Which won't always be easy, by the way. Cila nga këto do të jetë më lehtë me qira fjala? Which is why lesson 3 is so important. Kjo është pse edhe mësimi 3 është kaq i rëndësishëm. Which is this. Që mësimi 3 është ky. Don't forget the key ingredient, Mos harro pra atë përbërësin kyç ose kryesor, which is love. që është dashuria. We may not see this right away. Ne in nuk our mund ta text. shohim këtë më një herë në tekstin ton. It's not in Jesus' words, Nuk është në fjalët e Jezusit, but it's in his actions. por është në veprimet e tij. Look again at verses 2 through 6. Shikoni edhe një herë në vargjet 2 dhe 6. So picture the scene. Pra, imagjinoni edhe një herë këtë skenë. There's a room full of people Është një dhomë e mbushur plot me njerëz. with everybody gathered around the table, Edhe të gjithë janë mbledhur rreth kësaj tavoline, eating and drinking and laughing. duke ngrënë, duke pirë, duke qeshur, But somehow, por në një farë disi this guy gets in hyn brenda ky personi and he walks right into the middle of the group. dhe ky personi del dhe shfaqet në mesin e grupit. Luke writes and says, "Behold," in verse 2, Luka shkruan dhe thot, dhe ja, në vargun 2. which is like saying, "Look," Si më thënë, shiko, like all of a sudden, si të papritmas, this man appears right in front of Jesus. ky njeri shfaqet përballë Jezusit. Jesus saw him, Jezusi e pa këtë person, but for the others, por për të tjerët, it's as if he didn't even exist. për të tjerët ishte sikur ky njeri mos të ekzistonte fare. They were partying Ata ishin duke festuar, and he was suffering. ky njeriu po vuante. And I'm sure, considering how selfish and proud that they were, Dhe sigurisht duke se sa krenar, sa egoist ata ishin, all they wanted was for him to leave. gjithçka çfarë ata donin ishte që ky njeri të ikte, të largohej. If you think about it, they're heartless. Mendoni pak se ata ishin, si thua, pa zemër ose. But they might say, well, but it's only because it was the Sabbath, Por ata ndoshta mund thonë, "Oh, po sot është e shtunë." which might be so, Kështu që mund të jetë është e shtunë, right? But would they have helped him if it wasn't? por ata nuk do ta ndihmonin ato edhe sikur mos ishte e shtunë. I don't think so. Nuk mendoj kështu pra. Unless Ndoshta për ndryshe, somehow that help benefited them. nëse vetëm ata do ta ndihmonin, nëse kjo gjë do t'i jepte vlerë, do përfitonin prej diçka prej tij. But Jesus was different. Por Jezusi ishte ndryshe. They were proud. Ata ishin krenar, He was humble. ai ishte për ulur. They were heartless. Ata ishin pa zemër, He was loving. ai ishte i dashur. He saw this man with this condition. Jezusi e pa këtë njeri në kushtet e tij, siç ishte në gjendjen e tij. And no matter that it was a party, Dhe that it nuk was ka Sabbath, rëndësi, nuk kishte rëndësi nëse ishte një festë, një party apo ishte e shtunë, he was going to do something about it. ai do të bënte diçka në lidhje me këtë. He did similar in Matthew chapter 12.
Ai bëri po të njëjtën gjë edhe tek Mateu kapitulli 12. He healed a man with a withered hand. Ai pra shëroi atë njeriu që kishte dorën e tharë, e thatë. And listen to what he said to the Pharisees then. Dhe dëgjoni çfarë u tha farizejve atje tek Mateu pra. He said, "Which one of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out?" Ai thot, cili është ai nga ju, i cili ka një dele, dhe kjo i bie në një grop ditën e shtunë, nuk do të shkojë më një herë dhe ta nxjerrë jashtë prej gropës pra. And then he said this, Dhe ai thot këtë. "Of how much more value is a man than a sheep?" Sa më shumë vlerë ka një njeri se sa një dele. He's applying the exact same logic as he does here. Ai zbaton të njëjtën logjik siç ka bërë atje edhe këtu. And he's pointing out the value of this man who is standing in front of him. Dhe ai po tregon pra për vlerën që ka ky njeri i cili po qëndron aty. You see, unlike the Pharisees, Jesus saw the value in this man. Ndryshe nga farizejt, Jezusi pa vlerë në këtë njeri. He saw his need, Ai pa nevojën e tij. and he was eager to help. Dhe ai ishte gati pra donte ta ndihmonte, i zëdhshëm ta ndihmonte. Even on the Sabbath. Madje edhe ditën e shtunë. Jesus was different than the Pharisees, and this man knew it. Jezusi ishte ndryshe nga farizejt dhe ky njeri e dinte këtë gjë. That's why I think he walked up to him and not the others. Kjo ishte arsyeja sepse ky njeri erdhi pra dhe shkoi drejt tek Jezusi dhe nuk u paraqit para tjerëve. Notice Luke 2 doesn't say that there was a man in the entryway. Luk 2 thot që ishte një njeri. What is it? It doesn't say that there was a man in the entryway or there was a man in the crowd. Pra, vargu 2 nuk e thot pra që ishte një njeri në turm apo një njeri që ishte në hyrje. No, it says that there was a man in front of Jesus. Pra thot është një njeri para ti, para Jezusit. Jesus was a humble servant Jezusi ishte një shërbëtor i përulur, who also had the power of God, i cili gjithashtu kishte edhe fuqinë e Zotit. and this man knew it, Dhe ky njeri e dinte këtë gjë. which is why he barged into the party. Kjo është arsye sepse ky njeri pra, si thua, erdhi në këtë festë And walked right up to Jesus. dhe eci drejt dhe shkoi tek Jezusi. You see, Jesus' love gave him the eyes to see the need, Siç e shihni pra, dashuria e Jezusit i kishte dhënë këtij njeriu sy për të parë nevojën e tij and the motivation to help. dhe motivimin për të ndihmuar. What Jesus is showing us is the truth that the Bible teaches us. Çfarë Jezusi po na tregon neve këtu, është e vërteta të cilën Bibla na e mëson neve. That love is at the heart of any humble, selfless act. Që dashuria është në zemër të çdo vepre të përulur apo vepre që është jo egoiste. Listen to this in Galatians 5. Dëgjoni këtë nga Galatasit kapitulli 5. Paul says, "Do not use your freedom to satisfy your own desires, Pali pra thot, mos e përdorni lirinë tuaj për të kënaqur dëshirat tuaja, but through love serve one another." por me dashuri shërbeni njëri tjetrit. You see, when you have a proud, self-seeking heart, Siç e shihni pra kur ju keni një zemër krenare e cila kërkon vetëm për veten e saj, you can't truly love others. ju nuk mund t'i doni të tjerët me të vërtetë. You're either too blind to see their needs, Ju ose jeni shumë të verbruar për të parë nevojat e tyre, or you're too proud to assume the position of a servant. ose jeni shumë krenar për të marrë pra atë pozicionin e një shërbëtori. Jesus saw this pride in the Pharisees, Jezusi e pa këtë krenari tek farizejt. and so he teaches them these lessons. Kështu që ai i dha atyre këtë mësim. And the concluding question that we ought to ask Dhe pyetjet përfundimtare që ne duhet të bëjmë. after this 10th interaction that Jesus had with them Mbas kësaj ky ndërveprimi i 10 që Jezusi kishte me ata. and it's the most important question of all. Dhe është pyetja më e rëndësishme për të gjitha. It's this: Është kjo. did the Pharisees ever learn? A e mësuan ndonjëherë pra farizejt këtë gjë? Did they ever see Jesus for who he really is? A e pan ata ndonjëherë Jezusin se kush ishte ai me të vërtetë? And did they ever humble themselves enough to follow him?
Dhe a e përullin ata veten e tyre mjaftueshëm për ta ndjekur atë. humbly acknowledging their own sins, Në mënyrë për atë përullur të njihnin mëkatet e tyre. humbly turning to Him for forgiveness, Përullësisht të ktheheshin tek ai për të kërkuar falje. and humbly following Him as their master? Dhe përullësisht ta ndiqnin atë si Zoti i tyre. Or did they remain too proud? Apo a mbeten ata shumë krenar. How about us? Po në lidhje me ne, Will we follow Christ's lead? a do të ndjekim neve pra udhëheqjen e Jezusit në këtë rast? Will you? A do ta ndiqni ju? Will you willingly seek to live with humility like Jesus did? A do të kërkoni ju që të jetoni me përullësi ashtu siç Jezusi bëri? Submitting to God's will for your life, Pra duke ju nënshtruar vullnetit të Zotit për jetën tuaj, serving others, duke i shërbyer të tjerëve, lifting up others, duke i ngritur lart të tjerët, seeking their good instead of your own? duke kërkuar të mirën e tyre në vend të mirës tuaj. Or Ose are you going to follow the model of the world? apo do të ndiqni ju modelin e botës, A model that praises the very thing that God opposes. një model e cila ngren lart ose lavdëron ato gjëra të cilat Zoti i kundërshton. Let me encourage you. Më lejoni që t'ju inkurajoj juve. If you're a Christian, Nëse jeni një i krishterë, get used to living in countercultural ways. Ju keni qenë duke jetuar në mënyrat e kulturës. Get used to being different. Pra, keni qenë, ju keni qenë të mësuar që t'jeni get used, pra mësoni të jetoni ndryshe. Get used to doing the things that the world doesn't do. Mësoni pra ose bëni zakon, bëni gjërat që bota nuk do që t'i bëj. Jesus did, didn't he? Jezusi e bëri këtë gjë apo jo? So then why would you expect following him to be any different? Pra, pse do të prisni ju që të ndiqni atë do të jetë ndryshe për ju? Which is a little bit of a sneak peek to next week's message, by the way. Që si thua pak a shumë kjo është tysh pak tek mesazhi javës tjetër në një mënyrë. But like I said before, and with this I'll close, Por sikurse e thash edhe më parë dhe me këtë po e mbyll. living humbly means living like Jesus. Të jetosh në mënyrë të përulur do thotë të jetosh si Jezusi. Let's pray. Le të lutemi. Father, we thank you for the example of Christ. Atë ne të falenderojmë për shembullin e Krishtit. The amount of humility that he showed all throughout his life is staggering. Sasia e përulësisë ose përulësia që ai tregoi gjatë gjithë jetës së tij është e habitshme. And yet, God, so often we can't even humble ourselves in the smallest ways. Por Zot shpeshherë ne nuk e gjejmë veten tonë që ta përulim veten tonë në rrugët tona. God, I thank you for your word Zot, unë të falenderoj për fjalën tënde, that addresses so many issues, e cila adreson kaq shumë çështje that gives us everything we need, dhe na jep neve të gjithçka që kemi nevojë, including reminders like today's. duke përfshirë edhe kujtesa si kjo sot. We are your servants. Ne jemi shërbëtorët e tu, You are our Lord. ti je Zoti ynë, Following after you is such a privilege. të ndjekësh ty është një privilegj kaq i madh. God, I pray that you'd help each one of us Zot, unë lutem që ti do të ndihmosh gjithë secilin prej nesh, to have eyes to see our pride që të kemi sy për të parë krenarinë tonë, and to want to be like Christ so much that we're willing to humble ourselves. dhe na jep dëshirën Perëndi që të jemi si Krishti dhe ta përulim veten tonë. And God, help us to never pursue the things of this world. Dhe Zot na ndihmo neve që mos të ndjekim pas gjërat e kësaj bote. God, give us strength Zot na jep neve forcë to stand for you që të qëndrojmë për ty and to choose to live as you want us to live. dhe të zgjedhim për të jetuar në mënyrën që ti do që ne të jetojmë. In Jesus' name, Në emër të Jezusit. amen. Amen. Përndet Paul. Koha për ta mbyllur me adhurimin.